Ndërkohë Anila sot është thirrur në prokurori ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku. A ka mbërritur ajo? Shkresat tregojnë se Belinda Balluku dhe avokati i saj mbrojtës janë kërkuar të paraqiten në orën 10 në prokurorinë e posaçme, së pari për të marrë në pyetje dhe së dyti si shkruan shkresa edhe për të komunikuar akuzën. Nga ora 10 deri më tani nuk ka patur asnjë zhvillim. Pragun e prokurisë posaçme nuk e ka kaluar as ish funksionaria deputetja Belinda Balluku dhe as avokati i saj mbrojtës Ardian Kalia. Megjithatë, deri në orën 16 pritet të ketë një zhvillim, nuk ka patur asnjë reagim prej tyre nëse do të paraqiten apo jo, ndërsa gjatë ditës sotme, dera e prokurisë posaçme për pak minuta u zue edhe nga disa protestues të shoqërisë civile, të cilët protestuan dhe më pas ata kishin madje sipas dyshimeve të policisë kishin edhe vezë me vete, ndërhyri policia uniformat blu dhe shqiponja, të cilët i larguan. Situata deri tani është në këto momente nuk ka një paraqitje të ish funksionares, e cila do duhet të pyetet, ndërsa ditën e kaluar u paraqit Eralde Lerzi dhe Gentian Gjyli, të cilët janë të bashkëpandehur në të njëjtën dosje. Prokuroria e posaçme më herët ka zgjatur hetimet edhe për dosjen Balluku deri në 30 tetor dhe në këtë kohë përfundon afati që sërish do t'i duhet të vendos nëse do t'ia dorëzojë dosjen Balluku apo jo gjykatës posaçme, pra në seancë paraprake. Linja për ju, Doris. Anila Hoxha, unë të falenderoj për gjitha sqarimet që na bëre për këto dy çështje që janë në zhvillim gjatë ditës së sotme.